ajo që vlen të cekët. Në ditën e sotme, siç e thatë edhe ju paraprakisht, kemi aktivitete të ndryshme të cilat janë organizuar nga qeveria e Kosovës, mirë po nuk ka ndonjë aktivitet tjetër të cilin qytetarët mund të implikohen apo të festojnë këtë krem, siç ka ndodhur viteve të rëndomta. Nuk ka asnjë organizim nga Komuna e Prishtinës, e po ashtu nuk ka asnjë organizim tjetër përveç atyre ceremonialeve dhe formale që janë organizuar nga qeveria e Kosovës me bashkëpunim me presidencën e Kosovës, që në orën 17 do të ketë një pritje për gjithë diplomatët e huaj, por qytetarët do të kenë mundësi të shohin vetëm parakalimin e forcës së policisë së Kosovës dhe forcës së sigurisë së Kosovës në orën 11 dhe vetëm kaq. Ky është organizimi i vetëm. Nuk ka organizim siç ka ndodhur në vitet e kaluara. Se çfarë ka ndodhur për shkak të situatës së ish-krerëve të UÇK-s në Hag, për shkak të situatës politike në Kosovë, pra çfarë ka ndryshuar ose çfarë do të thotë kjo që qytetarët ende nuk po festojnë ditën e sotme ashtu sikurse ka ndodhur vite më parë? Nuk po festojmë, njëra ndër arsyet është edhe ajo pikërisht sepse ne kemi hyrë në fazën përfundimtare të fjalës së fundit në gjykatën e Hagës, ku ish-krerët e UÇK-s dhe ish-liderët e shtetit të cilët kanë qenë ndër të parë që kanë firmosur. Kemi presidentin Hashim Thaçi, i cili ka lexuar deklaratën e pavarësisë, por edhe kemi ish-kryetarin e kuvendit zotri Jakub Krasniqi, i cili po ashtu ka qenë ai që ka ngritur i pari flamurin e Kosovës me 17 shkurt në 2008, të cilët po ballafaqohen me drejtësi, e që sot në orën 14 do të ketë një marsh pikërisht duke kërkuar drejtësi në emër të lirisë dhe jo të politikës. Është një marsh i cili bën thirrje gjithë qytetarëve për të kërkuar drejtësi në gjykatën e Hagës, mirë po ajo që vlen të theksohet pse nuk kemi një festë është për shkak edhe të fondit të cilit qeveria e Kosovës nuk ka ndarë asnjë fond, po ashtu as Komuna e Prishtinës për të krijuar një festë me një atmosferë më të madhe karshi kësaj feste të 17 shkurtit, për faktin sepse Kosova sapo ka krijuar institucionet e saj dhe ende ne nuk e kemi të miratuar buxhetin e Kosovës edhe jemi në limitet e fundit të shtërrimit të buxhetit të 2025-s. Në anën tjetër, Komuna e Prishtinës po ballafaqohet me vështirësi financiare pikërisht për të njëjtën problematik, duke qenë se ende nuk e ka buxhetin në xhepin dhe kuletën e kryeqytetit, duke qenë se qeveria ende nuk e ka miratuar buxhetin shtetëror, ku përfshihet pastaj edhe Komuna e